Rajoni i Korçës po përfaqësohet me dinjitet në panajirin ndërkombëtar të turizmit Fitur 2026, një nga ngjarjet më të rëndësishme globale në fushën e turizmit që zhvillohet në Madrid të Spanjës. Përfaqësimi i Korçës po realizohet përmes takimeve profesionale e kontakteve të drejtpërdrejta me operator turistik, agjenci udhëtimesh e partnerë ndërkombëtar. Në këtë panajir, Korça prezantohet si një destinacion me potencial të plot dhe të qëndrueshëm turistik, duke nxjerrë në pa vlerat e saj unike, bukuritë natyrore, traditën kulinare, kalendarin e pasur të eventeve dhe përvojat autentike që ofrohen gjatë gjithë vitit. Pjesëmarrja në Fitur 2026 përbën një hap të rëndësishëm drejt promovimit ndërkombëtar të rajonit, rritjes së vizibilitetit të ofertës turistike dhe forcimit të bashkëpunimit me tregje të reja. Korça synon të pozicionohet gjithnjë më tepër si një nga destinacionet më premtues të Shqipërisë, duke u kthyer në një pikë referimi për turizmin kulturor, natyror e gastronomik. Kjo prani në një panajir të nivelit botëror dëshmon angazhim për zhvillim të turizmit cilësor dhe për promovimin e vlerave që bëjnë Korçën destinacion të veçantë në hartën turistike të rajonit.